Domethënë ne se bëm një polemik mes patriotit mi, domethënë, që në Kapuçin e kemi ne, pse mos shkojmë në Kapuçi, po. Edhe Kapuçi ka rënë etimologjike Kapuç, kaptin, krye e më radhë. E kam përshtypur në event. Për ironit fatit, edhe Malizi e thot Kapic. Kapic. Domethënë, edhe Papa i thot Kapa. Po. Po edhe izraeliti i thot Kipa. Pra kultura tonë edhe interferojnë, në nuk do të jemi statik. Ja një sekund, se këtu është përmbledhja. Po. Që përdesa unë i them kaptin math, i them kaposhit, ata nuk i thonë kaposhit kaposh, i thonë gjë tjetër. Dakor? Anglisht i thonë kok, shqip, shkruhet C-O-C-K, në anglisht, kok, po nuk i themi kaposhin e kaptina dhe koka, nuk e njësoj. Po nuk i themi kapitenin neve për shkak të kaptinës, ai që ka mend, ai që është kapiten që drejton, kapitan, kapo e tërë, koka e gjithëve. Ai themi kapitanin në abstragimin tim, kam shkuar më tutje. Domthonjë që Albant emërtimi i tyre vjen edhe nga fakti që të gjithë janë doktor me pjesë bardh. E kanë pas pjesë organike të trupit. Ky është një variant zotike dia, po një variant tjetër me që edhe pak minuta. Abstragim thash. Shumë mirë, po sepse normalisht po të shohim fotografit masive që ka marrë populli pjesë në mitingje. Do vemi si e kemi të aty shef bardh. Ata janë të gjithë bardh. Dhe normalisht vetveti u lind i bardh, Alba i bardh. Po. Edhe nga kjo, nga Alpet janë shumë, por edhe plisi në konversimin tim ka ndikuar mund të jetë. Masivisht e maksimalisht. Dhe me që po kaloj nga tema tek fjala Alban. Ne kemi dy konceptime. Alban, ban, arën e ban, sepse ekziston fjala me ba. Edhe ar, që është toka, po ne bëjmë dhe Florin, ne kemi thënë kaq herë, bëjmë dhe Florin. Mjeshtit më të mirë, sepse thoshin austriakët në kohën e ilirëve. Në qoftë se doni të bëni proponimin e arit, të një qendisje të një sportit, të një xhamadani e tjera, shkoni eksakt, siç e kishte në kaluar. Shkoni në Ilirinë e Jugut, porosistë austriaku, në atë kohën kur ilirët ishin gjithë Europën. Shkoni në Ilirinë e Jugut. Pra, kjo Jakov, kjo Pej, që akoma Kuksi, që kanë traditën e proponimit të arit, e ruajtjes, e bërjes, e filigramit, që është grami me filari, apo dhe të arës të tokës, sepse në latinisht është arum. Në unë e kam, gjua Shqipe e ka arë. Ata e kanë arum me dy rokje. Nuk po dy përbokim, po thjesht me bëm me kriju. Pra, ky Albani është ai person që bënte arën, që bënte arin. Në konversimin toka e shqutur arë, e mbajmë në fjallë, se të mund më ikë. Për shkak të vlerës që ka patur toka në prodhimet e para plektorale bujësore të njerëzimit, 10.000 vjet para ereson, që doli dhe fermeri i parë, jo rastisht doli në lind të Progradecit. Pra urdhoni, po. Në konversim, domethënë thjesht me krijuar provokim. Se nuk duam të shputim debati, po. Ka pozime ashtu ka. Në konversimin Shqipëria e Jugut kush quhet? Shqipëria e Jugut. Po këto janë terma të vonshëm apo? Ti thuaj mendimin tënd. Kemi nga shumë bini këthe, po e vesh kot. Kush unë them nga Gjakova e poshtë. Po patjetër, dakord jam. Po. Pse? Dakord. Po. Sepse unë kam parasysh Ilirin. Po pse është nga Danubi Iliria deri në Krem. Ilirin, po. U kam ose edhe më tutje. Po ke shumë deri, jo, nga Danubi, mirë, ajo pjesa më e madhe. Po minimalisht. Po sigurisht që Luzim Osmanaj, një studius nga Prishtina, Luzime, Kosovar, nga Kosova, i cili rri në Shqiptari Kosovës, rri në Gjermani dhe i ka bërë fortele librat në gjuhën gjermane që i ka përkthyer në gjuhën shqipe. Dhe ai thotë që gjithë Bavaria, thotë ai, janë bujarët i lirë. Edhe Bavaria, bujaria. Por nuk e thot ai më, ai thjesht e ka gjetur dhe sjell. Kan thënë tjerë do normalisht në Gjermania është bujarët i lirë. Dhe po të pyetësh ti Bavaria, thonë që nuk jemi gjerman, jemi çik mundyshe. Po tirolezët, fatkeqësia e madhe që ne nuk njohim veten. Po sigurisht, ne jemi ke zoti Bale ka një që nuk kemi institucion që punon për këtë punë. Falmoti zoti Bale thotë që nuk na duhet shembull negativ. Ne i mëshojmë vlerave pozitive. Po se njoftë negative ti pozitive se ka shkuar. Ajo tjetra diet, po janë nën kuptohet ajo. Atë hajde themi gjëra pozitive. Shefëm dot. Po këtë drejt më buj. Falësh 10 sekonda të
përmendi zoti Gjedia odën e burrave, oda. Çfarë është kjo oda? Ishte një dhomë. Po. Dhomë është e dame sot Petrozhe. Dom, e dame. Oda, do me thënë o e da, është e ndarë, janë burrat veç aty, të ndarë. Po, na dom i thonë rusisht shpis. Shpis, dom. Domicilio, thot italiani, atje. Maggiordomi, thonë frëngjisht. Maggiordomi, thonë frëngjisht, domus latinisht, e me radh, po vetëm Shqipja e ka këtë që është e dame, dhe është dhe kjo o e da, është oda e burrave. Të doja se... Po, dakor, shumë bukur. Dhe po vim ke kjo që unë kuptova nga zoti Gjetia për pjeka që bën, që me të vërtetë Ministria e Kulturës dhe që duhet përfshi dhe Akademinë e Shkencave, po patjetër duhet përfshi shoqatën bytyqi që e kanë në qendër. Duhet konsultohet. Po patjetër edhe shumë institucione të tjera. Se ka pasion ai. Atje mund të ketë shumë në punës, po i është kushtuar prej 25 vjetësh ku filloi brumi i parë me 3 plisa që u gjendën dhe sot u mbush një stadium me plisa, pikërisht në sajt të kësaj përpjekje, diku zoti Agron, diku i tjetër, diku Gjashonja Zhinxhir. Po, Zhinxhir. Sa bukur është zoti Gjedia, sa e bukur tifozat atje komplet me plisa që vjen nga shqiptarët e Maqedonisë në Kosovë. Edhe këtu kemi ndikuar. Pse? Elementin pozitiv që ndikon e kontribon e kemi përgjithësuar Digitalbin 2016 e kemi dekoruar ndajt dhe kemi dhënë vlerësimin plis i bardh emblem hynor shqiptarisë klasë të parë. Pse? Bani një përpjekje të vogël atëherë. E bani shumë madhe kur moshë plis atë stadiumin. Një grup trinish kërkuan në shtetin tonë dhe mori iniciativën me shkuë në xhami më fal me plisa. Ne të gjithë vlerësuam. Pse? Feja ka rolin vetë, qëndrimin vetë, u kom besimin e mos s'kom besim fare puna ime. Por, pavarësisht nga nde, fet janë, dikimin e kanë. Dhe ata du t'i kthejmë të flasin shqip. Po, patjetër. Që do të thotë, edhe të flitet, edhe të lexohet Kurani shqip, e të lutën shqip, por edhe Bibla të lexohet shqip, dhe të lutën shqip, po. Por edhe aty kur shkojnë, mos shkojnë me trelikun arab, por shkojnë me plisë shqiptare. Dakor shumë. Pra, pavarësisht nga ndjenjeme, dhe pra do të thotë që ne e kemi parë kundërshimin që të kontribuojmë masivisht kudo e në çdo gjë, që të jetësohet të nërgjeshojnë dhe të marrin për masat e veta. Kemi ke përmbledhja, se këtë detyrë kemi zoti Agron. Po. Mbasi i ftuari shparlos jo njërit e tia, jo kërkesat e tia, po atë që është vlerë pozitive për shqiptarinë, se këtë kemi si qëllim. Vajtja ke rrenjët, baditja e rrenjët. Një përmbledhje jam duke e mbyllur se mbaron dhe edhe sigurisht të ngelen me mira gjëra pa thënë. Por le t'i drejtohemi Ministrisë Kulturës fillimisht, që do të marrë parasysh vokacionin gjundëkombëtare, zërin do të thoshë unë, të shoqatës bytyqi që e ka plisin në qendër të vëmendjes apo në qendër të ruajtjes së kësaj tradite. Po edhe Akademinë tona, po edhe Akademinë e Shkencave, po edhe këto tjetër që ka një mendim pozitiv se si këtë dokumentacion për plisin, që është më e përgjithësuara, që do të thotë plis, edhe do dalin gjithë atëherë filloi plis. Shumë vet aty. Në diskutive që kemi bërë këto ditë e fundit mbas letrës që bëri zoti Agron. Vjen nga latinishtja Pileus. Po Pileus gjallë diskutime, po ka efekt. Edhe për mua çdo gjë ka efektin e vet, zero disha. E gjeta këtë latinishte çfarë do të thotë. Urdhë. Unë sa thua një herë ti zoti Guri do të them në opozimin. Pileus i thon Peleshi latinisht. Mund të jetë ajo, po ka një kuptim tjetër shumë të bukur, se është fjala ill brenda zoti Guri. Ill është. Nuk e kuptoj dot. Shko. Po ja është bë, mund të kaloj bë. Është ylli, është ill. Po nuk e di. Bë ill është bërë si ill, po mirë mund të jetë ajo. Në qoftë se të lutem, mirë, po jo, dorojmë. Mund të jetë edhe po kërkoj unë leje. Siç është që leje. Me që zoti Agron. Më ndiq. Patjetër. Me që ka dmi i lirë në 1500 në para erës sonë, 300 vjet para Trojës, thot Plini Plaku, edhe Plini i Birit, të dy këta ti. Ke libri Historia e Gjeografia, volumi, unë i kam gjitha do, volumi 8, paqja filan. Ja kam, me plis qoj, abëcën pelazge, me plis në kokë, vrau dhe gjarbin, edhe shkoj e qoj në Etruri. Pra, e kam plisin të paktën, e kam nga 1500 para erës sonë. Dakor?
plis e ke edhe ke sumerat. Po çishte sumerat, ishin pellazët e parë të njerëzimit. Se pellazët e vërtet janë po, që shkruajnë me kunja me forma të kunjave. Kanë shkruar shqip zoti Buri. Kanë shkruar sepse gjitha pllakat sumere janë për këtë, janë shqip, nuk kanë nevojë për këtë, shqip pothuajse, shqip sot. Pra, plisi kur erdhi latini në 200 në para erës son, që ktheu linjën Dardane të Eneas, të Jatit, të babait, e ktheu në linjën atrore, e ktheu në linjë amtare, tek të nenës. Edhe u quajtë latin, sepse gruaja e Eneas ishte vajza e mbretit latin. Mbreti latin ishte si ura vajgurore me Shqipëri. Lavinia, po. Dhe në atë kohë, përdoresh plis ati që thot profesor Farid Gjara, që Roma fliste shqip, që nena Albana ishte nena e Romlit dhe e Remit. E tu e dy themelon që të Romës. Atëre mendondi që edhe fliste shqip dhe mos kishte plis. Pra latini në vitin 200 e gjeti fjalën plis dhe e bëri Peleos. Po vetëm që e shkruajti, se ne nuk i shkruanim këto gjëra, janë shkruar në mesapisht. E keni etuskisht. Po ne jo se nuk i marrin parasysh, po ata nuk na japin se që ka ardhur mendja akoma, thonë etuskologët në Itali. Se ju nuk besoni që mesapët, japikët, janë pikërisht i lirët e Italisë Jugut e tjere, ose Italisë Qendrore. Pra, fjala Pileus është Peleshi. Edhe Qeleshja, pra qeja për, Peleshi, pra, Qeleshja. Qeleshi, Peleshi, po, një edhe gjithë. Ndërkohë, që qoftë se thuhet që, sidomos ta që janë dashamirës të kulturës së shtetit fqinj, për shembull që i solli Persi, po kur e solli Persi, pse se mban vetë Persi këtë gjë? Në Greqi. Po pse se mban? Ata lexoj këtë, domon që po quaj preambul të relacionit që kam bërë për ministrinë. Po. Edhe në fillim. Po e lexuam aty në pamë. Jo, tjetër. Ajo është thjesht reagimi pas asaj që ata dëshirojnë. Atëherë vetëm bërthamën të lutem, se nuk kemi kohë. Jo. Po, bërtham. Të shresa, po. Preambula e Plisë Bardhë. Simboli ynë identitar kombëtar, Plisi Bardhë me një forcë shprehëse unike, polivalente, edhe po të ketë rënë nga qielli me urën të hynjorit, thoza, jo vetëm për ne, po për të gjithë sa ka mbi këtë faqe dheu, të vetmit janë shqiptarët në mesin e tyre që e kanë mbajtur duke filluar nga ai moment i hynjishëm, pra e kemi quajtur kur ka Plisi, të lidhur me të në përjetësi shpirtërisht, moralisht, fizikisht në sejt e forcës së tij mistike, çka tregon edhe gjenezën e hynjishme të popullit historik që lidhet edhe me Alba. Kurse këtu tash, Plisi Bardhë ka derivatet dhe kemi quajtur Kapuçi, Qeleshja, Takia, Fest, Qis, Kesul, Qylaf, Qeleshe, Kapica tash këtu përdor dikun dhe për mua quhet parazitare, është fuazim nga malazes që s'duhet përdor. Kapele, kapak. Është fjala kap që është shqipe. Po, ata kanë kapicën e kanë domon mulesën tradicionale ose serb e kanë kap është prapë. Po ata mendojnë që janë pasardhë. Shqiptar janë ata. Po the nga Malizia thot 1700 e këtej. Ne po flasim për 3000 vjet apo 5000 vjet para erës, edhe 6000 vjet sot. Pra ajo kapica ka fjalën kap. Kap edhe ish. Të lutem. Po të lutem. Kur thotë ai kaparën, është koncept juridik. Të ke drejta romake e keni mësuar dhe ju. Po unë duke qenë se kam një njohuri gjuhësh, kam bërë dhe libra, edhe thoshe kapar. Dhe fjala kapar vjen nuk është fjalë e drejtës romake, sepse drejta romake e mori ke drejta greke, e drejta greke e mori ke drejta trojane. Trojanët e morën ke Hammurabi dhe fjalën kapar e ruajtën jo këtë, po 200 koncepte juridike ke këto të drejta, Rom, Athin, Troj, Hammurabi 1700 janë ende shqip sot dhe kapar do kap arën derisa dikush të më kthej borxhin. Kjo është kapar. Pra shqip kap, nga kap vjen kapito, vjen kopi, që vjen jashtë kopi kur thotë ai të filmat amerikan. Pra, shikoni sa ju bazike. Kapire, po jo, dhe në dialektin napolitan, dhe në Bari thonë kapi. Me lejo se trejet në dash ta përmbledh lutem. Pra, atëherë vazhimi malazes që duket kapica që është përshtatesa e saj. Po fjala bazë, kap, kapele, kaptina. Këtë holë brua që është fjala shqipe ish. Tani ideja është që Plisi pse do të jetë për Jezus për mua?
është e para që është mjet primar, urdhoni. Zeusi me shqiponjën, edhe me ushtën, edhe me plisin në kokë. E shikon zoti Bale? Me plisë të kokë, dhe ai plisë nuk ka asnjë ndryshim, cilë edhe unë jo si duhet të imitoj zotin Agron, po të bëmi ke rrenjët tona. Pra, Zeusi që është Dias në Epir, ai që dinte, ai që thonte, Odini skandinave. Në Skandinavi, fjala di pra. Dio italianëve. Adio miropafshim ke Zoti, adio. Kur thon spanjollët që vike Putina në Berat. Pra, shikoni fjala di është dielli, është djali i shtëpisë që thuhet diell. Është dita. Po, është pastaj shoh sa e bukur shqipja. Nga djal e kthen ose nga diell në djall. Pra dielli që ndriçon me një lë të vetëm kthen me tatez e kthen në të kundërn e diturisë, që është djalli. Pra kalohet lutem ke mrekullia e shqipes zoti Goj. E njëjta gjë prap. Ky është është gjetur në Bylis. Shikoni plisin e një luftëtar. Edhe ky mendohet që është edhe ky Zeus me plisë të kokë dhe me ushtën. Që qëllon. Vazhdo me një tjetër lutem. Pra do vim ke ajo pse duhet quar plisi. Shikoni Zeusi prap me bririn e Bollekut, që është briri i Cjapit. Po shikoni lautën që e luan atje të dashur qytetar, nuk e di Vreni. Shikoni lautën që ai që i bie që luan lautën apo që këndon këngë epike apo që ka kostum popullor, janë të gjitha në kompleks, në emblem, jo në simbol, në emblem. Edhe shikoni plisin kokë. Nuk ka ndryshim. Ky lloj plisi me atë që quhet kapel. Pastaj vjen figurisht shikoni dhe bririn e Cjapit, ke Piro e Pirit, ke Aleksandri Madh, bririn e Cjapit atje, ke Skënderbeu, nuk janë rastisht briri e Cjapit që janë vazhduesit e Zeusit. Vazhdo tjetër me që ungritan kam, vazhdo tjetër. Briri e Cjapit edhe, shikoni pikërisht një skulpturë e tillë me qelesh, me plis. Po. Që nuk ka asnjë ndryshim nga plisi që është pikërisht forma konike. Vazhdo tjetër. Kjo është pak si takje myzeqare. Kjo janë si takje, po takje nuk është pjesë e plisë. Është njëjta. Shikoni enciklopedin greke. Kapelja konike e tradita e bardhë e kësaj kapele mbahet worn by Albanian men, e mbahetur nga burra shqiptar. E to di enciklopedia greke. E shikoni plisin, nuk e di zoti Balej. Ndoshta e 10 viteve më parë ndoshta. Shikoni plisin që jepet ne, shikoni të lutem, zoti Balej. Apo duket qartë aty, po urdhoni. Dashur teleshikues. Shikoni. Zoti Balej ti e zë. E zëdja. Jo, edhe këtu. Shikoj gosh. Ajo aty. Ja bravo, ja ende po bravo. Fiks. Vazhdo me tjetër të lutem. Identike. Po e tham dhe këtë, e tham që të njëjtë kapele mbajnë dhe tosë. Helena, e Trojës. Po, me plis. Me plis. Edhe nuk është se Parisi u bërë lufta se Parisi mori Helenën për grua dhe. Po pse u shkel besa, ke palatin mbetror, ja ka me mnoni dhe imin e lautë. E shua për jo. U shkel besa, u shkel mikpritje, mikpritje, tradita dhe gjithë lufta e Trojës për shkak të një veprimi që bori Parisi që pritën si mik, edhe ai u tregua i pa denjë për atë misi. Pra, e gjithë kjo besutni, kjo lloj besnikërie, kjo lloj institucioni, e ruhet akoma sot, ruhet në drinë e sipër apo në drinë dhe poshtë. Shikoni të lutem, zoti Bale, më prishfundi mua. Shikoni këtu. Pa dashur. E njëjta gjë, bronz, monedhë bronzi. Monedhë bronzi vitin 2000 para son. Shikoni prapë Zeusin, me plisë në kokë. Shikoni këtu përsëri Zeusin, me plisë në kokë. Dakor? Shikoni Aleksandrin e Madh, me plisë të kokë, konik. Me plisë konik, Aleksandri Madh thu. Shikoni sa të ngjashëm janë. Qofse ke zoti Bale këtë e duam, apo e duket atje. Brother, zoti regjisor. Po e ka bërë me shumë mirë ti je. Atëherë kemi një marsor shqiptar edhe Efesit. Shikoj sa ngjajnë. Nuk e di, ato dashur teleshikues, ajo shigjeta e verë, të dy ata sa ngjajnë njëri me tjetrin. Është fantastike domethënë kjo lloj ngjashmërie, që ne nuk vim vetëm me veshje të njëjta si 3000 vjet përpara. Ne vim me të njëjtën ADN, me të njëjtin gjuhë, me të njëjtin veshje,
me të njëjtin plis, Vallet. me të njëjtën valle, me të njëjtën muzikë, shtat muzike që e demonstroi profesori Zoti Vorfçi, dhe vim me të njëjtin plis, pra prandaj duhet plisi duhet ruajtur dhe edhe këtë po bën, por ruajmë dhe duhet çuar plisi si vlerë universale e vazhdueshme e pandërprerë e këtij populli, se do vitë ke një diçka në fund. Pani këtu me plis, pani. Ai që tremte, ujqet, delet e njerëzit me plisë kokë.